Një 43 vjeçar u arrestua nga policia kufitare e Shkodrës pasi ndihmonte emigrant nga vende të treta të kalonin kufirin në mënyrë të paligjshme. Sipas policisë, ai u kap në flagrancë në fshatin Vukpalaj duke transportuar me automjet 6 emigrant, 3 nga Siria dhe 3 nga Egjipti, që synonin të linin Shqipërinë përmes kufirit duke kaluar në mal të zi. Policia thot se 43 vjeçari Klajdi Llozhi i transportonte me automjet kundrejt pagesës nga 400 deri në 500 euro për person. Në bazë të informacioneve të siguruara në rrugë operative për rast të dhënies së ndihmës për shtetas të huaj kundrejt pagesës, u finalizua dhe operacioni i koduar Borders 4, ku si rezultat i këtij operacioni u arrestua 43 vjeçari banues të Mamurrës, ndaj të cilit rëndon akuza e ndihmës për kalim të paligjshëm të kufive. Policia thot se skema funksiononte e tillë. Ky shtetas i ndihmonte duke transportuar me automjet emigrantët e paligjshëm kundrejt pagesës 400 deri në 500 euro, kryesisht emigrantë që hynin ilegalisht në vendin tonë nga çafbota e më pas synonin të kalonin drejt malit të zi për të vijuar rrugën drejt vendeve të Bashkimit Evropian. Strukturat policore po i vijojnë hetimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale, identifikimin dhe kapjen e shtetasve të tjerë të cilët mund të jenë të përfshirë në këtë veprimtari. I arrestuari rezulton të jetë i dënuar më parë për të njëjtën veprimtari kriminale, ndërsa u sekuestrua automjeti me të cilin kryente transportimin e emigrantëve si dhe celulari. Materialet i kanë kaluar prokurorisë për veprimat mëtejshme.